Në shtator të vitit 2024 nisi zbatimi fazës së parë të projektit për rihabilitimin e vijës liçenore poshtë qytetës së Ulzës, ndërtimin e kullave të vrojtimit, krijimin e hapësirave për plazh në liçen, ndërtimin e shëtitorës e të tjerë. Teksa kanë kaluar rreth 20 muaj nga nisja e zbatimit të projektit, punimet duket të jenë drejt fundit. Në një vëzhgim të bërë me kamerën tonë vjet re se pjesa më e madhe e zorave të punimeve janë përfunduar, bazuar në projektin e miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Në zonën breg liçenore janë ndërtuar hapësira të dedikuara për të gjithë ata që duan të ecin apo shijojnë pamjen e liçenit. Pika të veçanta për turistët që do mund të fiksojnë momente me aparatet e tyre, apo edhe në zonën ku mendohet se do të zhvillohet për plazh liçenor, jo vetëm nga banorët e Ulzës, por edhe më gjerë. Po ashtu është ndërtuar në Shkopet pika e lartë e vrojtimit dhe pushimit, e po ashtu edhe në Bushkash. I vetmi objekt i pandërtuar deri tani është shkulla, e cila ishte parashikuar të bëjë në vendin e quajtur Qafa e Ulzës, një pikë kjo strategjike. Megjithatë, kulla e vrojtimit pritet të ndërtohet mbi qytetin e Ulzës.